Fillimisht, për mua është e paqartë për një pjesë e shqiptarëve që nuk jetojnë në Kosovë, edhe kanë çu edhe kanë deponu shumë dëshmi të rrajshme që i kanë fabriku përmes zyreve serbe në Kosovë e jashtë Kosovës, veç me njollos vlerën edhe luftën e shenjtë të UÇK-s. Ne duhet me ditën, nuk është shumë problem pjesëtarët e UÇK-s, këto faqezit me njollos, sepse ato kanë qenë veç ma pak se 2% e popullatës ka qenë luftë. Ta kemë qartë. Ma pak se 2% e popullatës kanë dalë me mbrojt venin, të mënë 98% ose ma shumë se 98% këto vëq ka nejtë. Dhe taftë për luftë edhe me mbrojt venin. Kjo është e keqja që ende ne nuk jem bindën një pjesë e qytetarëve që kjo luftë ka qenë e shenjtë edhe i kem këtë gjitha deklaratat e krerëve të UÇK-s që thotë ne jem të mbrojt prakun e shtëpisë, nuk jem të sulmu në Serbi, po jem të shtëpitë tona të mbrojt pej kriminalëve serb, të ushtrisë serbe dhe policisë serbe. Duke u bashkangjit aty edhe njësitë paramilitare që kanë kry krime në Bosnjë, në krahasim anënor dhe në Kosovë. Ne jem të folë lufta pjesëtarët e UÇK-s nuk ka qenë domthon ushtri e strukturuar. Po kjo ka fillu për revoltës të popullatës që presioni edhe dhuna e vazhdueshme që ka qenë mrena apartheidit që e pati izolu Miloševićin në Kosovë për vitën 90-ta e deri kur filloi lufta. Po vitet tjera kanë qenë të tmerrshme në Kosovë. Për atë arsye